më të mirë nëse më pyetni për bindje personale. Pra nuk ka një figurë më të përshtatshme për ta pasur president në këtë kohë se sa Vjosa Osmani. Por a mendojnë kështu partitë e opozitës, Vllasi, duke qenë se kam pasur goxha kritika për presidenten për gjatë kësaj kohe? Shiqo, sot nuk ka funksionar në nej detyrë për cilin dikush nuk ka kritika. Por duhet të kritikat të dallojnë. Çka është kritik me vend e arsyeshme e çka janë do inate dhe teke personale. Këta të opozitës, Vjosa Osmanit, ja kanë inate sepse faktikisht kjo bashkë me Albin Kurtin kanë dalë, si thëmë, nga një folje politike, vetëvendosja, po kjo e ka një parti guxa, si i thojnë, ama që aty bashkë. Mirë po, qëto 4 vjetë, të dy kanë funksionu mirë. Vjosa Osmani nuk mund thuhet që ka qenë, si me thonë, si pataric e Kurtit e qeverisë, kur ishin do situata, kjo i bëj këto vretje me vene dhe qeverisë. Ato jo mos lujnë bigjoz me miste jashtëm, jo do sene asi. Ashtu që nuk janë të arsyeshme si kritika objektive, po flasë, a për inate personale, për kalkulime personale që shdim na ka herë, ajo tjetër punë. Ndërsa propozuesi partia më e madhe, vetëvendosja, që ka drejt del me propozim për kryetar, unë nuk besoj që kanë kandidat më të mirë se Vjosa Osmanin, që e kanë pas dhe ka qenë kandidate e ty në edhe në këtë mandat që po kalon. Qartë. Dërga që pikërisht për këtë çështje... Jo vendimin. Po, sigurisht. Për këtë çështje ka pasur deklarim edhe nga LDK-ja, por edhe nga PDK-ja që nuk do të votojnë presidentin pa një marrëveshje politike, zotri Vllasi. Pa një te kush pi pengoj, në të merën, kush pi pengoj? Në të merën, në të arrin marrëveshje politike, para se dalin në votim, marrëveshje politike që kandidate më serioz prej kandidatëve të mundshëm potencial është Vjosa Osmani. Në të arrin marrëveshje politike, pse jo? Po, por sa problematike do tjetë kjo pastaj, për t'i plotësuar deri diku kërkesat e opozitës, në mënyrë që të merren votat apo qëndrimi në sallë i deputetëve për të bërë gjithsej 80? Për të dyja, për të qëndru në sallë, duket madje është edhe obligim kushtetues me një vendim gjykatës kushtetuese. Por i cili nuk respektohet, dhe këtë e dim qartë se nuk respektohet. Kush nuk e respekton, e banë përgjegjësinë. Mozamakisht nëse për atë arsye e çojnë Kosovën prapë në zgjedhjet e treta, ata që banë shkaktar për çku Kosova, zgjedhjet e treta në llogaritin më që prej aty në 3 partive ky aleanca, Ramush Haradinaj i ka me pas ma shumë vota se kjo LDK, PDK. Ajo do t'ishte hajgare me Kosovën dhe qytetarët janë të vetëdijshëm, janë është tregu se e kemi një popull politikisht ngritën, si mas asaj qësh ka votu ky popull, edhe me lanë gusht pse banën bërllog këta me ato inatët e veta, me blokada, me ngërqa, si aja tjetër punë, po me gjitha te u dasht votat reja, dullen populli, votu unë mirë, si mas vlerësimi popullit, në ta është personalisht, ju mos më vetë një mu që ka mendoj unë personalisht, a e fare nuk është më rëndësi, unë një vote kam, por këta të opozitës nuk ishin program zgjedhor të mirë fill, por program kryesore kishin kritikat ndaj Kurtit dhe qeverisë që ishte
në detyrë. Ndërsa, kur të përmbahej, nuk i sulmon të fort, dhe e kishin ato, të gjithë kishin një përgjegjësi për ato ngërqet dhe blokadat që ndodhen mas zgjedhjeve të non shkurtit. Njëherë këta të vetë vendosjes të bëhaj gare me kandidatin të votu 50 herë kandidatën për kryetar të parlamentit, të një dullen për asaj situate, deshtën masanej, e bënë një hap, thanë, hajde po shkojmë me koalicion me LDK-n, këta të LDK-s mazallah, nuk donë me një, për që ata tash i kanë kalu që ashtu, masanej e bënë edhe një hap, që tha, kemi drejt me votu, me propozu qeverin. E propozoj qeverin, nuk ka lej, e propozoj një qeveri tjetër me mandatar, me një kandidat tjetër, Glau Konjivsen, edhe ajo nuk ka lej, dhe partitë e opozitës bënën me dije që po qojnë i natin nuk po donë një zgjidhje se mu pasbo, që atër që qeveria e dytë nuk ish pas zgjedhjet qëto zgjedhjet e dyta, dhe për që ata këtu partitë opozitare me rezultatet votave shkun të poshtë, vetë vendosja shkoj më naltë se që ishte atëherë, dhe tash shqyqoni për punë shtetit, kush qëni nati dhe teket personale janë kundër interesit shtetit dhe këto populli e shet. Ose keni pa ato vretjet, ja, valla erdhen këta diasporës e votun dolën rezultatet e votave kështu. Ja, kanë vretjen Vjosa Osmanin pse i caktoi zgjedhjet me 28 dhjetor kur janë kështu. Na falni, po kush mund të ketë diçka kundër diasporës, ata janë qytetarë të Kosovës me drejt vote, ata mojnë familjet e veta, qojnë para në Kosovë, madje, mos thëmë që e kanë atë unën patriotik pak më të fortë se janë jashtë, janë përmallum për Kosovën, e shojnë janë shtete demokratike, tash doli problem pse për kënë ka votu diaspora, po pse këta tjertë nuk luftojshin mi përfitu votat të diasporës, e jo mi alon në shumic vetë vedosjes që shpothonë, se ato nuk jënë numru votat, si mas asaj kusho i diasporës, kusho venalin Kosovë. Po, qartë. Dhe qëfar besoni